Dania dhe Gjesti përplasën në një debat të tensionuar, ku Dania përpiqet ta bëjë të qartë pozicionin e saj. Me një ton serioz dhe pak të acaruar, ajo i drejtohet Gjesti, duke i thënë: "Shiko, Gjesti, mjaft më me këto lojra. Nuk e di pse vazhdon të më ngacmosh dhe të krijosh situata të sikletshme, por dua ta dish një herë e mirë që unë jam e lidhur me dik jashtë. Nuk ka asgjë mes nesh dhe s'ka për të pasur kurrë. Ti për mua je thjesht një vëlla i vogël, asgjë më shumë." Gjesti e sheh me habi dhe tund kokën duke buzëqeshur lehtë, sikur nuk e beson atë që po dëgjon. "Vëlla i vogël? Hajde, mos më thuaj që vërtet më sheh kështu. Se nuk besoj që një vëlla të bën të skuqesh sa herë të flas." Dania shfryn dhe kalon duart në flok, sikur po mundohet të ruaj durimin. "Mos e kthe në lojë këtë, seriozisht. Nuk dua të keq kuptohemi. Respektoje faktin që unë jam në një lidhje dhe ndal këtë sjelljen tënde." Por Gjesti vazhdon, duke e parë me një shikim të çuditshëm. "E po mirë, unë nuk thash asgjë të keqe, por nëse ti më shikon si vëlla, atëherë mos u nervozo kaq shumë kur të flas. Me sa duket, po të prek diçka." Dania rrotullon syt dhe largohet, duke mos dashur ta zgjas më shumë debatin, ndërsa Gjesti buzëqesh me ironi, sikur ende nuk është bindur nga fjalët e saj.